Për rreth 8 vite, Vasil Garo nga Gjirokastra ka zgjedhur që pasionin për udhëtimet ta kthejë në profesion. I ri në moshë, por me eksperiencë në gujda turistike, ai shoqëron çdo sezon dhjetra grupe vizitorësh që vijnë për të zbuluar bukuritë e jugut të Shqipërisë. Dashuria për historinë, natyrën dhe trashëgimin kulturore ka qenë nxitja kryesore që orientoi drejt këtij rrugëtimi, duke e kthyer çdo tur në një përvojë sa informuese, aq edhe miqësore për turistët. Unë fillimisht kam punuar në pikën kufitare të kalimit Kakavise dhe aty kam patur kontaktet e para me turistët që përpiqeshim t'i ndihmonin pasi nuk ka qenë në këto nivele. Duke qenë se turizmi ka qenë më pak i zhvilluar nga çka qenë tani dhe shpërndarja e informacionit ka qenë pak sa e vështirë për të gjetur, ne përpiqeshim gjatë gjithë kohës për t'i ndihmuar këta të huaj, për t'i guiduar në qytet, për t'u dhënë një eksperiencë ndryshe, për t'i udhëzuar ku duhet hanin ose çfarë duhet bënin. Dhe vërejta që realisht kjo gjëja më jepte një emocion që më bënte të ndihesha i dhe mirë me atë që bëja. Dhe kjo ka qenë fillimi i parë i imi në turizëm dhe e kam parë si një vend ku unë përkisja dhe gjeja veten, si një profesion që unë gjeja veten. Në çdo itinerar, Vasil Garo mundohet të tregojë më shumë se sa destinacione. Ai përcjell historinë e qyteteve, traditat e vendit dhe mikpritjen tipike shqiptare. Produktet turistike që ne krijojmë praktikisht përpiqemi që të japim sa më shumë nga ajo ndjenja e vërtet shqiptare, nga kultura, tradita dhe normalisht të gjitha këto eksperjenca janë të kombinuara me njëra tjetrën. Krijimi i një produkti turistik kërkon një kod të caktuar, sepse praktikisht ne nuk është se bëjmë këtë lloj turizmi për të çuar nga pika A në pikën B. Ne përpiqemi që në çdo produkt turistik, në çdo tur që bëjmë, të bëjmë atë që ne themi craft memories. Pra turisti të ikë me atë ndjenjën e mirë dhe me ato kujtimet e bukura që do t'i kujtojë për gjithë jetën dhe kjo është vlera që praktikisht jep vërtet turizmi kur ai merr diçka pas. Turizmi në vetvete bëhet një ndihmë për ekonominë lokale. Pra ju jep një identitet të ri dhe ju jep të ardhura që komuniteti përveç se aktiviteteve të tyre të përditshme që mund të kryejnë, për shembull dikush mund të qëndis, dikush mund të punojë në tezgja, apo dikush mund të punojë kafen e gurit, apo dikush prodhon një produkt tjetër autentik lokal, tani e shikon dhe si një drejtim të ri për ta shitur si eksperiencë turistike dhe duke parë këtë gjë që po rritet dhe duke parë se si turizmi në komunitet po hyn dhe ne jemi pjesë dhe një ndikim i konsiderueshëm që kjo gjë ndodh, kjo është një nga arritjet më të mëdha që ne kemi patur dhe një nga kënaqësitë më të mëdha që kemi në këtë moment. Në këtë rrugëtim, motivim për të kanë qenë edhe vlerësimet e marra her pas here në evente të ndryshme. Para disa ditësh kemi marrë çmimin e dytë për këtë vit. Çmimi i parë ka qenë për praktika më të mira të zhvillimit të destinacionit si Visit Gjirokastra. Por edhe para disa ditësh kemi marrë një çmim nga SDG Pioneers Awards për vitin 2025. Një çmim i cili vjen si rezultat i një pune disa vjeçare me përkushtim drejt zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm. Ky çmim nuk i takon vetëm Vizit, i takon praktikisht më shumë se 70 anëtarëve që ne përfaqësojmë, pasi janë ata shpirti i cili me eksperjencat e tyre, me përpjekjet e tyre, me kreativitetin e tyre, përpiqen dhe bëjnë Gjirokastrën një destinacion i cili tani është më i mirë, me produkte më autentike dhe jep më shumë nga rajoni. Fal bashkëpunimit të tyre praktikisht kemi dhe një nga platformat e cila është një model unik se si bujtinat, guidat, fermerët, artizanët lokal mund të bëhen bashkë dhe të ndajnë vizionin dhe të shiten aty dhe të keni një qasje më të përqendruar drejt turizmit. Si i ri që ka ndërtuar rrugën e vet në këtë sektor, ai është shembull për shumë të rinj që kërkojnë të ndjekin pasionin dhe ta shndrojnë në një profesion të qëndrueshëm. Turizmi i aventurës është gjithmonë i ekspozuar ndaj situatave mbase dhe jo të rrezikshme, por ka dhe raste kur ato mund të jenë të rrezikshme në fakt, por praktikisht jemi munduar që të evitojmë dhe të garantojmë të gjitha standardet dhe nivelet e sigurisë për ta bërë që çdo udhëtim të jetë sa më i sigurt për turistët. Për të rinjt, të paktën për ata që duan të përpiqen dhe e gjejnë veten në turizëm, ju them që të përpiqen fort sepse kjo është diçka shumë e bukur dhe është një model i cili do t'ju japi atyre jo vetëm një profesion, por do t'ju japi një kënaqësi dhe do t'ju japi një shtys për të bërë gjëra të bukura. Gjirokastra është
një treg i ri në turizëm dhe është një mundësi për të gjithë. Kështu që turizmi duke qenë gjithëpërfshirës, besoj shumë nga ata do ta gjejnë veten brenda. Me përkushtimin dhe pasionin e tij, Vasil Garo vijon të udhëheq jo vetëm grupe turistike në jug të vendit, por edhe dëshirën për të promovuar Shqipërinë si një destinacion që mbetet gjatë në kujtesën e çdo vizitori.